Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 27 janar të 2026. Një ditë të martë, një ditë ku gjërat janë krejt ndryshe situata dhe do të thotë që kemi mundësinë dhe kemi dhe rëndësinë në atë çka neve bëjmë, në atë çka neve kërkojmë. Dhe gjëra që do të ndikojnë është ndryshimi dhe mundësia që jep kohë, jep momente dhe ndryshimi tjetër do të thotë një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, sepse janë gjërat që do të ndikojnë në fushën e karrierës, në fushën e punës, data 27. Jo vetëm se ka të bëjnë me Mars që informon një kënd me Plutonin në New York, është një kënd shumë i fuqishëm që varësisht nga mënyra se si menaxhojmë do të ketë rezultatat përkatëse. Aspekti pozitiv na jep motivin për të përqendruar, për të punuar dhe të kemi dëshirën më të mirë të mundshme mbi të ardhmen. Nga dëshmërinë dhe për të qenë të pavarur dhe jo vetëm kaq, për të marrë përgjegjësi. Ajo që do të kemi negativiteti është të sheshit, ne të dim dhe nuk mund ta mohojmë për të shumta raste apo manipulime, sepse kjo ka dhe bën. Por gjithsesi reagimi është logjika dhe ajo çka neve duam të bëjmë është mundësia dhe kujdesi për veten edhe për atë që kemi në krah ose për atë që kemi në familje e kështu me radhë. Pak rëndësi ka se çfarë flasin të tjerët, rëndësi ka çfarë bëjmë ne, kush jemi ne, është koha dhe momenti. Por anën tjetër njerëzit mund bëjnë çfarë të dojnë barazëmëstyre, mund flasin si duan, mund bëjnë çfarë duan, por gjërat do jenë anën e tyre dhe momentet që kanë të bëjnë në pozicionimin e planeteve, mbi kohën e duhur, mbi ndryshimet dhe gjërat e reja që ata kanë, është dhe një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Në çështjet që lidhen me të udhëtimet largësitë, bëni telefonat para se të niseni për sigurinë tuaj, jo se ka një problem që nuk them çfarë mund bëhet. Asgjë nuk bëhet, ka lidhje kjo, por gjithsesi koha është në favorin tuaj. Tani, pa humbur kohë, do flasim për sa i përket çështjeve madhore për 12 shkencë zodiakale. Por nëse dëshironi të abonoheni, keni pikërisht faqen e roz atje. E shikoni aty dhe pra, mund e keni parë, e dini se si funksionon dhe duke bler paketën tuaj numër për katës të blerjes, jeni gati pastaj për të biseduar dhe për të parë se çfarë doni të bëni dhe ku doni të arrini me gjërat që ve keni. Duke pasur parasysh edhe mundësitë, domethënë që në kohën që bëni blerjen direkt mund të na shkruani nëpërmjet emailit, pra atje, dhe flasim bashkë në WhatsApp dhe në Viber. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat më radh. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për juve të kësaj shenje duket se ka të bëjnë me anën ekonomike financiare, ka të bëjnë me vendime dhe ndryshime të mëdha që do të keni, sepse dashi ka atë që do thot mundësi, do thot rëndësi, dhe duke pasur parasysh di shumë mirë të menaxhoj gjërat e veta dhe kohën e duhur për zgjidhje të çështjeve të tyre. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrepët e dishit parë dhe gaforit e dishit tretë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e demit. Për sa i përket shenjës së demit, duket se tani në këtë periudhë është një moment mjaft i mirë dhe koha ka treguar që i dini gjërat rregulloni, stabilizoni, konkretizoni lidhjet ose gjërat të tjera që mund të keni, është momenti juaj më i mirë i mundshëm mbi takimet dhe bisedimet të rëndësishme që mund të keni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujorët e dishit parë dhe me virgjëresht e dishit tretë është perfekta. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Binjakë të dashur, nëse keni ose doni të realizoni diçka në fushën e punës suaj, dita e sotme ju motivon, ju jep mundësinë për sa i përket gjërave të mëdha, për sa i përket asaj çka keni, asaj çka doni të përçoni, sepse duket se është dhe momenti i duhur. Në fundit juve keni dhe mundësinë për gjëra të tjera që do të realizohen gjatë kohës, ku është një periudhë mjaft e mirë, solide në anën tuaj, dhe kërkesat shumta që mund të keni në fushën e biznesit ose një ndryshim që do të keni në fushën e biznesit, është koha më e mirë e mundshme për të stabilizuar dhe për të arritur qëllimin tuaj. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujorët e dishit parë, virgjëresht e dishit të tretë, është koha më e mirë dhe më perfekte në atë çka doni të bëni. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja
e gafores. Përsa përket gaforeve, mi se gaforet duket se tani në këtë periudhë kanë disa mundësi, jo një mundësi e dy, por kanë shumë mundësi, sepse gaforet nuk përshpejtojnë asgjë, por rrisin nga dishmërinë, punën, karrierën, ndryshimin, marrjen e vendimit të rëndësishëm në kohën e dur. Një moment është mjaft i mirë sepse stabilizimi i punës, momenti që juve doni të nisni diçka në karrierën tuaj është mjaft pozitive dhe ndryshimi më i mirë, më i artë në ekonomi dhe në gjërat e tjera, do të shikoni në vetë, ku është dhe koha e duhur për të stabilizuar anën e profesionin tuaj në punë, në karrierë dhe jo vetëm. Në çështjet e dashurisë duket se me britqap, me dem, ka diçka shumë të madhe. Me akrep është vetjeta. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e luanit. Përsa përket luanëve, me qenë se luanët duket se tani në këtë periudhë është një periudhë ku gjërat mund të jenë në vijë, por me qenë se keni pasur disa debate juve, disa probleme me çështjet e punës suaj, dhe kjo bën që tani në këtë javë, në fillim javë, në martë është akoma fillimi i javës, ku gjërat do të kenë ndryshimin e vet dhe mundësi të arta që mundet që të realizohen ose të stabilizohen gjatë kohës, gjatë vendimeve që mund të merren, po çështjet që kanë të bëjnë edhe një nga periudhat që do të thotë ndikim, do të thotë rrezatim përsa përket anës ekonomike financiare, përsa përket një nga takimet që do të keni dhe gjërat e tjera që do të ndryshojnë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dem dhe me akrep duken të mëdha. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë virgjëresha. Virgjëreshat janë në fakt në ndikimin dhe në rrezatimin e tyre përsa përket anës ekonomike, përsa përket çështjeve financiare dhe biznesit që ka të bëjë. Gjithashtu është një moment mjaft i mirë në anën ekonomike, në financa dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dem të dhjetë parë, me ujor të dhjetë të tretë, ku është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive, ka të bëjnë me anën e pozicionimit të planeteve dhe të kohës së duhur. Në disa vendime që mund të merren është koha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm dhe stabilizues. Megjithatë, edhe pse disa probleme të vogla i them unë, në lidhjet me binjakë dhe me shqiptar ka të bëjë me diçka tjetër, por gjithsesi koha është me juve. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Përsa i përket shenjës së peshoreve, megjithëse peshorët duket se tani në këtë periudhë kanë të tyren në zhvillime, në ndryshime, në anën pozitive, se pozicionimi planetar u jep mundësinë dhe kohën e duhur mbi zgjidhje të problemeve dhe të kohës suaj. Në çështjet e lidhje me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe me ujor janë të mbara, pak vëmendje me dash të dhjetë të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Akrep të dashur, nëse doni të nisni diçka të re ose doni të bëni diçka në anën tuaj, është momenti juaj më i mirë i mundshëm dhe çështjet që kanë të bëjnë rrezatojnë, ndryshojnë, marrin vendime të rëndësishme në kohën e duhur, sepse është një moment shumë i mirë, është një moment mjaft pozitiv në lidhje me pozicionin ekonomik, në lidhje me pozicionin që ka të bëjnë me konsultimet që mund të keni juve në ekonomi, në ndryshimet e mëdha që mund të bëni në vazhdimsi, dhe është korrektësia juaj bën që të ndjeni superior në atë çka bëni, superior në atë çka jeni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dem dhe me virgjëresh është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Përsa përket shigjetarët duket se kanë mundësinë dhe kohën e duhur mbi zhvillimet, ndryshimet dhe një kohë mjaft e mirë, pozitiviteti që ka të bëjnë me anën ekonomike, pozitiviteti që ka të bëjnë me ndryshimet të mëdha që lidhen me vendimet që merren në kohën e duhur, në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë. Lidhjet më ndikuese dhe më pozitivitet që kanë bëjnë janë në anën e punës, në lidhje me karrierën dhe një udhëtim dashurie, po të palidhur që kanë pasur më parë, është momenti tani për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura dhe gjërat e tjera që do të keni mundësinë për të arritur qëllimin tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me luan dhe me dash janë të bardha. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e britqapëve. Por juve të kësaj shenje duket se është koha dhe momenti i duhur përsa përket zgjidhjeve dhe kohës që juve keni, një moment mjaft i mirë për punën, për çështjet e karrierës,
në lidhje me një vendim që do të merrni, janë vendime historike për sa i përket karrierës suaj dhe momentit tuaj. Është momenti më i mirë i mundshëm, prandaj bini pas, mos e vini pas dore, sepse e lënia pas dore të lë pas dore, kështu që duhet pasur kujdes çfarë do të bëni dhe ku doni të shkoni, sepse gjithmonë jeni një hapar se çfarë ndodh dhe koha tregon që jeni me shumë fat në këtë aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me kafore dhe me dëm duke të para. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë ujuri. Për sa i përket shenjës ujorit duket se kanë dhe vendime të rëndësishme që mund të marrin në kohën e dur, por gjithashtu është një ndikim shumë i mirë për sa i përket anës ekonomike financiare, për sa i përket një takimi nuk është i rastësishëm, por jeni të vetëdijshëm për sa i përket zhvillimeve që do bëhen, disa para të pamara i merrni, po, sot bëhet bisedimi, nesër bëhet ndikimi, pra bëhet tërheqja në lidhje me çështjet e transaksioneve më tepër kanë bërë shumë biznese dhe në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bërë me binjak dhe me peshorët kanë të bara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për sa përket peshqeve, peshqet duket se tani kanë dhe kohën dhe mundësi më të mirë për sa përket anës ekonomike financiare, për sa përket ndryshimit të madh që ata kanë në anën e tyre, është një moment mjaft i mirë. Dhe ky moment duket se zgjidhet pikërisht në problematika të ndryshme që keni, mundësitë që do t'ju jepen tani tutje, bini pas sepse është koha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm për zgjidhje të problematikave, për zgjidhje të gjërave të mëdha që ju keni, por gjithashtu është edhe momenti më i mirë dhe më pozitivi i që ndonjëherë në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me punën, me karrierën dhe me ndryshime të mëdha, është koha juaj dhe momenti më i mbarë i që ndonjëherë në këto gjëra dhe çështjet që kanë bëjnë me punën, kanë bëjnë me zhvillime dhe ndryshime të mëdha, është momenti më i mirë i mundshëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrep dhe me dash është ideale. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 27 janar të 2026. Nëse dëshironi parashikimet të detajuara, pikërisht kemi këtë hartën këtu, atje mund të zgjidhni paketat që duhet dëshironi dhe jeni gati pastaj për të folur bashkë në mënyrë Viber, WhatsApp apo Skype. Por duke zgjedhur paketën do të shkruani tek emaili, është tek sekretaria, kjo këtu. Atje do të dërgoni email në emailin tonë, që e keni atje, e dërgoni dhe duke dërguar emailin tuaj, flasim bashkë pastaj dhe jemi gati për gjithçka dëshironi. Për sa i përket çështjeve që ju e keni në kohën që ne jemi live, do të dërgoni mesazh, kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe jeni gati për dërguar, për të marrë drejt për së drejtë përgjigje. Nga unë Lëkulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirë.